Si cilësoni akuzat që ngrilën ndaj Thaçit dhe të tjerëve janë të papripuara nga Beogradi zyrtar dhe si qëndron e vërteta sipas jush? Akuzat për Thaçin dhe të tjerët janë të fabrikuara jo vetëm nga Serbia, por nga Serbia të ndihmuar edhe nga Rusia dhe me aktorë të tjerë, siç është Dek Marti, janë të paguar për të fabrikuar lajme të rëndshme dhe për të njëllosur që kanë. Si mendoni dëshmitë e dhënë së fundmi nga ish zyrtarët e lartë amerikan në Hag, a do ta ndihmojnë Hashim Thaçin dhe të tjerët që të lehtësohen nga këto akuza? Është e vërtetë se ata e dinë të vërtetën sepse kanë qenë ata në misionin e Kosovës dhe e dinë të vërtetën shumë që Hashim Thaçi me ata të tjerë dhe ushtria qendrore e Kosovës është e pafajshme dhe kurrë në kurrës nuk ka bërë krime. A mendoni se kjo protestë të ditës sotme, por edhe iniciativa të tjera qofshin në aspekt kombëtar, po dhe ndërkombëtar, do ta ndihmojnë procesin në Hag sa i përket lehtësimit të akuzave ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve? Unë mendoj nëse ka drejtësi në botë, nëse ka drejtësi, atëherë do ta ndihmojnë. Po nëse vazhdon kështu derisa me tash, drejtësi s'ka pas. Cili do ishte ai mesazhi juaj pra një adresim i fortë kundrejt kësaj që ndodhi sot, pra protestës sot me por edhe asaj padrejtësie sipas jush që po ndodh në Hag? Mesazhi im është që Evropa dhe bota të shqyrtojnë të vërtetën dhe vërteta të triumfojë. Çfarë ju ka sjellë sot në sheshin Skënderbej në Tiranë në këtë protestë që bëhet për sakrificën e UÇK-s, por edhe për atë që po ndodh konkretisht në Hag ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve? Unë vi për Gjermanisë, ekstra për sot për këtë protestë. Kjo është një pra drejtësi që po i bëhet luftës drejt ushtrisë qendrore të Kosovës, e cila ka bërë luftë pastërt edhe nuk e meritojnë ata njerëz, por kjo është një pra drejtësi që po na bëhet. Ju keni qenë pjesë e ushtrisë qendrore të Kosovës? Direkt nuk kam qenë pjesë, po jam qenë, domethënë, kontribues i kësaj luftës. Se për më ardhur me luftu nuk më ka leju për arsye se u dash dikush me ndihmu për barot si Barsukuli luftën që kështu pjesë nuk jam qenë. Veteran nuk jam, po kam marrë pjesë edhe në Hag, që ke protesta, e kështu jam ardhur ekstra për Gjermanisë për sot. Edhe do të vija apet ku do që të bëhet, po inshallah nuk bëhet më kurrë. Ju jeni pjesë e asaj diaspore që kontribuoi dhe ndihmoi në mobilizimin e ushtrisë qendrore të Kosovës dhe në aspektin logjistik të saj. Shumë e vërtetë. Cili ka qenë roli i diasporës që nga krijimi i ushtrisë qendrore të Kosovës në luftën ndaj Serbisë, por edhe pas luftës deri në shpalljen e pavarësisë së Kosovës? Roli i diasporës ka qenë shumë i rëndësishëm. Domethënë se u dosh ndihmë, me ndihmu ushtrisë, po mos me harru asnjëherë pa Shqipëri, pa ndihmën e Shqipërisë, na sot nuk ishim as sot ku jena që jenë të lirë, për gjitha senet të falenderojmë Shqipërinë, si për refugjat, se 1 milion refugjat me orë Gjermanisë, është shumë problem se lirë Shqipërisë në atë ku. Kështu që meritat i ka Shqipëria, na ka armatos, na ka majt, na ka më buk, sot prapë se prapë po na ndihmon. A mendoni se kjo proteste sotme apo çfarë lloj proteste që mund zhvillohet në nivel kombëtar apo ndërkombëtar do ta ndihmojë procesin që po zhvillohet ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve në Hag? Unë besoj që jo që do ta ndihmojë, pa ata janë plotësisht pafajshëm. Kështu që duhet patjetër mu liru, se njerëz që kanë sjellë lirinë, e kanë bërë pavarësinë, ata nuk e meritojnë me kon atë. Ata duhet më kon familje edhe në vend vetin ku e kanë vendin. A mendoni se po vlerësohet sa duhet sakrifica e ushtrisë qendrore të Kosovës në ditën e sotme, kur shohim që ka përplasje mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës, se përket edhe çështjeve kombëtare në këtë aspekt? Shumë shpejt e kanë harru popullin. E kanë harru shumë gjithë këtë mund, gjithë këto viktima, gjithë këto masakra, sidomos për Albinin s'kem çka me fol, ai ti shkon veteran i vërtet është dash sot më kanë këtu në mesin ton, e jo me net, as mos më taku me Edi Ramën. Shembull është një tërpit, për ta është nuk di që shumë a keq.
Si mendoni, ç'është kjo sjellje e Albin Kurtit ndaj ushtrisë shqiptare të Kosovës, konkretisht, por edhe ndaj ish drejtuesve të kësaj lëvizje për çlirin e Kosovës, që përfshirë këtu Hashim që gjenden sot në Hag, por në raport edhe me ato që kanë ndodhur me luftën në Kosovë? Unë s'kam kërfar besimi, as nuk i besoj Albin Kurtit, ai besoj që është një bashkëpunëtor i Serbisë, ata për çdo ditë pe kallëzë haptas. Domethënë problemet e tina si shembull tash saksione e Kosovës. Domethënë marrëdhëniet me Amerikën, që na pa Amerikë nuk shumujt as më orë këtu ku jem, pas s'mujna me jetu pa Amerikë. Kështu që unë Albin Kurtin s'kam koment, ai është për mua pas një pra Serb. A mendoni se sjellja politike e Albin Kurtit dhe qëndrimit e tij politike, por edhe qeverisë tij në përgjithësi, po e dëmtojnë Kosovën, si sa i përket imazhit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, po ashtu edhe në raport me Amerikën dhe rolit të Amerikës në Kosovë? Kjo është shumë e vërtetë, që ai shumë për dëmton procesi, sidomos me Amerikën, me Evropë, po sidomos edhe me Shqipëri. Si shembull shihet raportet me Edi Ramën, Bashkimi Kombëtar nuk bëhet në atë mënyrë, mos mu taku me Edi Ramën, mos me prit. Aja është për mua nuk e di çuditur me popullin tokë, se kanë harruar shumë shpejt këto senës. Edhe pyetja e fundit, a mendoni se mënyra se si punon politika shqiptare, qoftë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, dhe në trevat e tjera ku jetojnë dhe punojnë shqiptarë, pra Lugina Preshevës, Preshevë Bujanov, do të krijoj atë bazë që do të duhet për Bashkimi Kombëtar? Pra, a e parashikoni një ditë se Shqipëria mund të jetë një vetme? Me këtë qeveri që i kem sot, nuk bëhet Bashkimi Kombëtar këtë mënyrë. Por shqiptarët e Iliridës, Maqedonisë Veriut, atje po shihet që shqiptarët kanë bë bashkë, se e ponë që shka do me ndodhë, kështu që për Presheva atje nuk e di, po problemi është që pa o bë bashkë, sikur në kohën e Skënderbeut, me hangër drejqë. Atëherë, për gabimi dhe cila ishte shtysa pra që ju solli këtu për të protestuar në sheshin Skënderbeu në Tiranë për sakrificën e UÇK-s, po themi? Kemi ardhur prej Drenicës, qytetit të cilin edhe filloi themelimi i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Protesta është diçka që po ndodh mjaft mirë për personat që ndodhen atje padrejtësisht, fatkeqësisht. Është protesta e tretë që po e mbojmë prej Prishtinës në Hagë atje tani edhe në Tiranë. Shpresojmë që të ketë efekt pozitiv kjo protestë ndaj atyre që po mbohen padrejtësisht atje, dhe besojmë që do të ketë efekt pozitiv sepse Kosova ka nevojë dhe gjithë Shqiptaria ka nevojë për këta burra që gjenden atje padrejtësisht. A mendoni se kjo protestë dhe iniciativa të tjera, qofshin qytetare, por edhe kombëtare, pra siç ishte edhe kjo e sotmja, mund të nxisin dhe mund të kenë efekt në gjykatën e Hagës për të ndikuar që Hashim Thaçi dhe të tjerë mund lirohen nga akuzat e tyre? Mendoj që po, sidomos pas numrit të madh të qytetarëve që po mbushin sheshet e Prishtinës, tani edhe të Tiranës, mandej besoj edhe sheshin e Shkupit, dhe të jetë një shtysë e madhe për personat që gjenden atje, për presidentin Thaçi, kryeparlamentarin Veseli dhe shokët e tij. Atëherë, ju si mendoni se do të jetë fundi këtij procesi, pra nisur nga ajo që ju keni parë, po dhe dëshmitë e fundit që dhënë atje? Besoj që shumë shpejt do të lirohen nga padrejtësitë që ju kanë bërë këtyre. Faleminderit. Për fund, a jena live? Pa dini këtë gjë. Që një live dhe mund të thosh.